Kujdes! Nëse punon në ndërtim këtu në Gjermani, ky është mesazhi më i rëndësishëm që do dëgjosh këtë javë. Shumë firma sapo kanë njoftuar kalimin në Kurzarbeit për shkak të krizës në këtë sektor. Por çfarë do të thotë kjo për xhepin tënd? Dëgjoje këtë deri në fund, sepse ka një rregull që ndryshon gjithçka. Kur firma nuk ka punë, shteti ndërhyn për të të mbajtur në vendin e punës, por rroga jote pëson ndryshim. Nëse je i pamartuar ose pa fëmijë, shteti të paguan 60% të rrogës neto për orë që nuk punon. Por, nëse ke të paktën një fëmijë, kjo vlerë rritet në 67%. Pra, prindërit mbrohen më shumë. Shumë prej jush më pyesin: sa mund të filloj një punë të dytë sa jam në shtëpi? Këtu duhet të keni shumë kujdes. Nëse fillon një mini job të ri tani, ato para do të zbriten nga ndihma e shtetit dhe në fund do dalësh me të njëjtat para ose më pak. Lajmi i mirë është se sigurimet shëndetësore dhe pensioni të paguen sikur po punon me orar të plot, pra të ardhmen e ke të sigurt. Mos lejoni firmat t'ju bëjnë presion apo t'ju detyrojnë të merrni pushimet pa dëshirë për të mbuluar krizën e tyre. Informohuni dhe mbroni djersën tuaj. Nëse kjo situatë ka prekur firmën tënde ose ke dyshime për llogaritjen e rrogës, shkruaj emrin e qytetit dhe sektorin në komente. Mos harro ta bësh like dhe share këtë video me shokët e punës. Ruaje në save që ta kesh kur të duhet. Dhe më ndiq për udhëzimet e radhës që të mos humbasësh asnjë euro nga djersa jote në Gjermani.